Organizata botërore e shëndetësisë ka bërë thirrje për përpjekje më të mëdha në luftën kundër fruthit, i cili është përhapur në 58 vende, përfshirë Shtetet e Bashkuara të Amerikës ku kanë humbur jetën 2 fëmijë. Agjencia e Kombeve të Bashkuara me seli në Gjenevë theksoi se vaksina kundër fruthit është e sigurt dhe efektive. Dua t'u rikujtoj njerëzve se fruthi është një nga viruset më ngjitëse, tha Kate O'Brien, drejtoreshe e Departamentit të Vaksinave në OBSH. Gjatë konferencës për media, ajo shmangu kritikat ndaj presidentit amerikan Donald Trump dhe sekretarit amerikan të shëndetësisë Robert Kennedy, i cili njihet si skeptik i vaksinave. Kennedy është akuzuar se nuk po bën mjaftueshëm për të luftuar shpërthimin vdekjeprurës të fruthit, që ka epiqendrën në Texas, ku janë regjistruar qindra raste. Ai vetëm sa voni ka pranuar efektivitetin e vaksinës kundër fruthit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë duke punuar për të vënë në kontroll dhe për të ndaluar këtë shpërthim, ka thënë O'Brien. Megjithatë, ajo shkroi se për secilin shtet, po aq kohë që një shpërthim vazhdon, nuk mund të bëhet mjaftueshëm. Mund të themi se po bëhet mjaftueshëm vetëm kur shpërthimi të ketë përfunduar, është bërë media nga ajo. Ajo tha se sëmundja po përhapet për shkak të rënjes së nivelit të vaksinimit. Kjo pjesërisht si pasojë e pengesave të shkaktuara nga shpërthimi i pandemisë COVID-19. Vaksinat kundër fruthit janë një vaksinë jashtëzakonisht e sigurt dhe jashtëzakonisht efektive, ka thënë sekretaria amerikane e shëndetësisë.